A keni si dosin? Shtroja pse nuk ju shtroni pyetje avokatëve të akuzuarve në Hak, se a ka dëshmi të Donika Gërvallës dhe cila është ajo dëshmi? E hudh poshtë kretë narrativin e ju si nuk ka LDK-sët me Lumir Abdizikun dhe partinë e Isa Mustafës, vetë rikthimi u Krugovës hyrës ti në listën sot. Se ka pas shumë edhe deklarata të eksponentës që merren me krim të opinionit publik, që ma guxos mundet me thonë si vetë me rrugovista imna, se djali Ibrahim Rugova Suka nuk shkojnë guxo, por rikthyen partinë LDK. E hudh poshtë kretë narrativ. E para është e drejt e u Krugovës, i cili nuk është as i vogël, as i pameqëm të zgjedhë se në cilën parti e sheh karierën e tij politike. Mirë, po kjo deri në këtë moment nuk thot asgjë për mua, nuk thot asgjë as për partinë e Lumir Abdixhikut, edhe as për këtë që folëm deri tash. U Krugova ka bërë në të kaluarën edhe një koalicion, atëherë nëse ju kujtohet, me një formacion tjetër edhe me Ramush Haradinajn në atë kohë. Do më thënë, u Krugova është një eksponent politik i cili kërkon të bëj karrierë, mirë ka bërë që ka shkuar atje nëse është i bindur që synimet e tij politike dhe karrierën e tij politike mund ta bëjë në këtë parti, po kjo deri në këtë moment nuk thot asgjë sepse ai rrugovizmi nuk është çështje biologjisë. Është çështje e parimeve, është çështje e vlerave, është çështje e një rruge. Unë shumë uroj që u Krugova të ketë sukses, unë shumë uroj që ai të mos zhgënjehet në atë mes, sepse nuk do të ishte as i vetmi dhe as i fundit që zhgënjehet në atë mes, edhe ju uroj shumë suksese, uroj të zgjidhet deputet i Kuvendit Kosovës dhe uroj që t'jap kontributin e tij, pavarësisht nga cili kënd, ta jap kontributin e tij për të ardhmen e Kosovës. Vetëm rrugovista konsiderojnë aspektin parimor, tha që rrugovizmi nuk është me vi biologjike, po është në aspekt parimësh. Jeni ju vetëm rrugovista, ju në guxo? Po unë nuk do thoja që jemi të vetmit, po unë do thoja që jemi. Si grup i organizuar. Unë do thoja që ne jemi, sepse e shohim veten jo vetëm në tradit, por e shohim veten edhe si përfaqësues të një fryme e cila identifikohet në gjuhën e popullit ton me atë që quhet rrugovizëm. Prandaj ne nuk pretendojmë që ne jemi të vetmit, ama ne fort mirë e dim që jemi në atë vi. Donik, si bashkëkryetare një partije, që deri vonë kanë thonë është tjetërsu, tash në fund me koalicioni me vetëvendosje me akronimin partijake, pak e bjen një model tjetër. Një bashkëkryetare, një kryetari subjekti politik, për cilën jemi në kozje dhe kërkoj fajt për këtë pyetje, po është pyetje legjitime. Një kryetare e një subjekti politik, për cilën flitet që ka dërgu dosje në gjykate më të padrejtë, si është gjykata speciale, a vazhdon si mund me qenë kryetare denjt, ka shini situatë dhe ballafasimit cilë ballafasohet sot Kosova në arenën diplomatike. A keni si dosjen? Jo, e kam përsërit disa herë, jo. Dhe madje kam thënë edhe që tash që ka përfunduar shqyrtimi i dëshmive në Hag, dhe që gjithë kush mundet ta verifikoj në bazë të dokumentacionit. Shtroja pse nuk ju shtroni pyetje avokatëve të akuzuarve në Hag, se a ka dëshmi të Donika Gërvallës dhe cila është ajo dëshmi? Nuk ka. Nuk di si ta them më shkurt dhe më qartë. Një video si pa qarkullu me Fidan Ramen edhe Ermal Pandurin atë kohë kur kanë qenë Dukazhin, është pjesa ku përmendeni që keni su dosje. Por, ajo video është e prerë në momentin e përshtatshëm për ta shfrytzuar në këtë drejtim. Atë video, Ermal Panduri, i cili e ka bërë intervistën me mua në atë kohë, unë po pres kur po qet videon e plot, sepse kërkon profesionalizmi që diku ku je vet intervistues, ke obligim kur dikush qoftë edhe nëse se ka bërë ai, por e ka obligim t'ja jap publikut kosovar, t'ja jap versionin e plot asaj interviste. Unë nuk e kuptoj si mundet ai e dëgjon çdo ditë dhe çdo natë dikë që thot ke dërgu, vetëm ka pyet me gojen e tij, ka thënë në atë intervistë, a ke dërguar dosje në Hag, edhe përgjigjja ka qenë jo. Bashkintervistuesi tjetër e shtron të njëjtën pyetje dhe merr përgjigjen jo. Unë seriozisht po pres që një grim karakter me pas, edhe njëri edhe tjetri, edhe me adhon publikut me pa versionin e plot, edhe jo versionin e cungum, por nuk du të kemi keq kuptime. Unë
Jam e bindur. Mu ma dërgu një pjesë të videos, spedia është komplet, po nuk u dzej me lëshu për shkak se ma bojnë me dje si ka dhe muzikë. Po jo, duhet talshon, Komplet. duhet talshon ai që ka bërë intervistën, edhe që çdo natë e duron mashtrimin edhe rrenën, edhe nuk i del zot intervistës që e ka bërë vetë. Eftoj që këtu, let talshon intervistën e plot. Nuk ka nevojë se intervista ka qenë e gjatë, po këtë pjesën, ku flitet për dokumentet në gjykatën speciale, le talshon. Pse ja mohon mundësin publikut me e pa të gjithë intervistën? Vetëm, të lutem, mos t'i ngatrojmë gjërat. Unë betëm këmbgulse. Se ajo intervist ka qenë atë kontekst. Unë betëm këmbgulse. Sot,